natyrisht këto pyetje t'i bëj për edhe mos me demotivu secilin prind që po na shikon për shkak që ndoshta po ballafaqohet edhe me diçka të ngjashme. A ka raste kur një fëmijë ka disa sjellje jo ndoshta në suazat normales me moshën, por që me seancat dhe me orientimin e drejtë të prindërve, ai pastaj është në sjellje tipike të një fëmije? Po, Sara, dhe pse unë punoj ma shumë me fëmijë në vështërsi, në fushat të ndryshme. Po, a identifikohen edhe rastet të tilla? Po, definitivisht që po. E shen bashkëpunimin me ta, gjithmonë kur bëjmë pyetje ç'a më bë tutje, ç'a më bë. Kur prindit vazhdimisht u pyet përveç asajna që na kena diskutuar dhe kena planet, për moshën kena sjellë më e madhe kur ata janë interesuar edhe për diçka më tepër. Për me marr ndonë se dhe harrohen disa lojra. Jo që nuk e dim, po i harrojmë, mbesin pak në harres. Mirë, po kur i kujton, fillon prindi më thonë, bashkë ma dhe një ditë ashe bëj këto, edhe fillojnë me realizu